Një aksident i rënd trafiku ka ndodhur paraditën e së martës më 18 nëntor në autostradën Ibrahim Rugova në drejtimin Prizren-Suarek, ku si pasojë një person ka humbur jetën dhe një tjetër ka mbetur i plagosur rënd. Ngjarja e rënd ka tronditur komunitetin në Has, Prizren dhe Mëgjer, pasi viktima e konfirmuar është aktivisti i njohur Lumni Lushaj, ndërsa i lënduar ka mbetur ish deputeti i PDK-s Nezir Çoçaj. Zëdhënësi i Policisë së Kosovës Bajram Krasniqi ka deklaruar se aksidenti u raportua rreth orës 11:40 në kilometrin e 32 të autostradës Ibrahim Rugova. Sipas informacioneve të para, në aksident është përfshirë një vetur, e cila për shkaqe ende të paqarta ka humbur kontrollin, duke shkaktuar pasoja tragjike. Policia ka konfirmuar se një person u gjet pa shenja jete në vendngjarje, ndërsa personi i dytë është dërguar me urgjencë për trajtim mjekësor. Lajmi për vdekjen e Lumni Lushajt është pritur me dhimbje të madhe nga familja, miq dhe kolegët e tij. Ai njihet si aktivist i përkushtuar i komunitetit të Asit, njeri që jetë punëtor dhe me zemër të madhe. Kontributi i tij shoqëror ka lënë gjurmë tek shumë bashkëqytetar që e kanë njohur për angazhimin dhe humanizmin e tij. Një ndër ta është dhe Valdrin Karavidaj, i cili ka shprehur ngushëllimet për familjen dhe të gjithë ata që e kanë njohur Lushajn. Në reagimin e tij, Karavidaj u shpreh se lajmi e ka pikëlluar thellë dhe se komuniteti në Has ka humbur një njeri me vlera të jashtëzakonshme. Ai e përshkruan Lushajn si njeri të qetë, punëtor, të respektuar, duke shtuar se ky është një moment i rënd për të gjithë krajinën e Hasit. Ngushëllimet më të sinqerta për familjen Lushaj, të afërmit dhe gjithë shoqërinë që e njohën. Zoti ua dhash forcën ta përballoni këtë humbje të rënd, ka shkruar ai. Edhe kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka reaguar për këtë ngjarje tragjike duke publikuar edhe një fotografi me të ndjerin. Totaj e përshkroi Lushajn si mik, bashkëpunëtor dhe njeri të jetë energjik, i cili ka kontribuar në shumë procese të rëndësishme në komunën që ai drejton. Me pikëllim të madh mora lajmin e kopshëm për aksidentin tragjik ku kishte humbur jetën miku im, Lumni Lushaj, i njohur si Lumi. Kontributi i tij ka qenë domethënës dhe përmbajtësor. Ishte njeriu më dinamik që kam njohur ndonjëherë, shkruan Totaj, duke i shprehur ngushëllimet familjes dhe të gjithë të afërmëve. Ndërkohë gjendja shëndetësore e ish deputetit Nezir Çoçaj mbetet stabile dhe ai po trajtohet nga ekipi mjekësor. Informacionet e mëtejshme priten nga institucionet shëndetësore. Sa kaq, policia e Kosovës ka nisur hetimet për të qartësuar rrethanat e aksidentit fatal, ndërsa njofton se detajet e tjera do të publikohen pas përfundimit të ekspertizës.